Nga java në javë ndryshojnë statistikat për numrin e aksidenteve, por megjithatë asnjëherë nuk janë të pakta. Kështu për një javë në Feriza janë raportuar mbi 30 aksidente komunikacioni, prej tyre kanë mbetur të lënduar qytetarë të moshave të ndryshme. Por pavarësisht kësaj, zëdhënësi i policisë rajonale të Ferizajt thotë se gjendja është stabile, teksa për vetëm 24 orë janë shqiptuar 201 gjoba. Në përgjithësi, gjendja në komunikacionin rrugor paraqitet të jetë e mirë, nuk kemi pasur kohë fundit ndonjë rast me fatalitet. Referuar 24 orëshit e fundit në rajonin e Ferizajt përfshirë këtu 5 komunat: Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Shtërps, Honjelizit. Kanë ndodhur 3 aksidente me lëndime ku janë lënduar 8 persona, ndërsa nuk kanë munguar as aktivitetet e policisë. Gjatë këtij 24 orëshi janë shqiptuar 201 gjoba kundërvojtje të ndryshme që janë shkaktuar në komunikacion nga shoferët. Ndërsa referuar javës që lam pas, në rajonin e Ferizajt kanë ndodhur 35 aksidente, prej tyre 14 aksidente me lëndime ku janë lënduar 31 persona, ndërsa kanë ndodhur edhe 21 aksidente me dëme materiale, ndërsa janë shqiptuar 1203 gjoba dhe janë hequr 15 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje të rënda në komunikacion. Ndërkaq dje pasdite ka ndodhur një aksident i rënd ku si pasojë kanë mbetur 4 persona të lënduar, ndërsa edhe 2 të tjerë më vonë kanë marrë trajtim mjekësor. Një nga ata është raportuar të jetë në gjendje më të rëndë shëndetësore, për çka trajtim po merr në ÇKUK. Dje rreth orës 17 kemi pranuar një informatë se në rrugën Ferizaj-Gërlic ka ndodhur një aksident komunikacioni me lëndime, ku janë përfshirë 2 automjete me targa vendore. Fillimisht janë raportuar 4 persona të lënduara, më pas edhe 2 persona të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Një person, pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore në qendrën emergjente në Ferizaj, për trajtim të mëtutjeshëm mjekësor është transportuar në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Ne me këtë rast apelojmë të shoferët e gjithë automjeteve që të respektojnë shenjat dhe rregullat e komunikacionit, të mos bëjnë tejkalime të shpejtësisë, tejkalime në vit plota dhe tejkalime të pasigurta, gjithashtu edhe të mbajnë distancën automjeteve. Në këtë aksident, pas ekzaminimeve të nevojshme nga njësia e timeve të aksidentin, kanë ardhur në përfundim se shkaktari i këtij aksidenti është kyçja e pasigurt e njërit automjet. Policia e Ferizajt, ndër të tjera, ka treguar se nga data 17 deri 23 mars 2025 janë shqiptuar 1356 gjoba kundërvajtëse, si dhe janë pezulluar 7 patent shofer për drejtuesit e mjeteve që kanë kryer shkelje të rënda në trafik.